Hajdini me neve të kënaqem bashk. Po blek, Mishemi, përshëndetje nga unë Dorontina. Sot vendosëm që ditën ta kalojmë në fshatin e bukur Pagarush, komuna e Malisheves. Fshat ky i ndodhur në komunën e Malisheves në jug perëndim të Kosovës. Nga ky fshat e keni prapa meje u lind dhe u rrit ikona e madhe e muzikës shqiptare Nexhmije Pagarusha. E për ma shumë, hajdini me neve. Miqtë e mi, nuk e keni idin se çfarë pamje të bukur kam para vetes. E sheni, fshati i bukur, i pastër, them drejten, arsyeja e vetme pse kom ardhur sot në fshatin Pagarush është se ma kanë livdu shumë këtë fshat. Mirë po dhe ashtu po duket që është. Po shkojmë. Këtu pranë e kam një lapidor. Janë dikon 7 teren për këtë vend, për këtë tokë. Une po du me i lexu emrat edhe shumë respekt për gjithë ata që e kanë fliju veten për këtë liri, por edhe familjarët e tyne që i kanë hup më dashnet e tyne. Është Imer Kryeziu, Ejup Kryeziu, Ismail Kryeziu, Janus Krasniqi, Fatmir Krasniqi, Sami Kryeziu, si dhe Alush Kryeziu. Po duket këta mendimi jam që janë vllazën familjar gjithsesi, por që me konë ma sakte dhe ma korrekte, ne do t'i pyesim banor gjatë rrugtimit tonë. Si jeni ndërun? A je mirë Dorontina? Jam nga mediumi shqiptar që krejt. Sot vizitën e ka radhë fshati Pagarush. Qa keni me na tregu për këtë fshat? Fshati Pagarush ka një histori të lashtë. Daton që nga shekulli i 4 këtu. Ka gjëse dikon mbi 300 shtëpi, të të lagje. Po, janë të banushme? Po. Kretë kjo numër? Shtëpit janë tash edhe migrimi e ka bënd vetën që ka edhe shtëpit pa banume, mirë po që llogaritet këtë mbi 300 shtëpi. Më interesan migrimi në cilin vend, në cilin shtet evropian ma shumë është, ma masiv, numri ma i madh. Po, si Italia, Zvicra, Gjermania, edhe në Amerikë. Janë vende që më së shumti njerëz kanë migruar në kohën e pas luftës. Tash edhe numri i banorëve ka rënë, do të thotë dikon me siguri rreth 2000 banorë mund të jenë rezident, ndërsa një numër mbi 1500 mund të jetë edhe jashtë. Thëmë drejten është ndër fshatrat më të bukura që unë i kom vizitu deri me tash. Tash po m'lind instinktivisht ideja pse është lënë fshati. Nuk po thëmë krejti zbrazet, por ajo pakit çka e ka lënë, nuk kanë qenë kushtet e mjaftueshme ose të mira për jetesën, apo ku është problemi? Më shumë të kushtet ekonomike kanë bënd veten. Njerëz të dëshirojnë të jetojnë me kushte më të mira, kanë gjetë veten jashtë, çështja e punësimit ka qenë kogje problematike këto vitet e fundit këtu. Shtrejtimi i madh, stinca jo si duket më mirë ju kërbënon me qenë jashtë, sigurimi edhe shkollimi i fëmijëve, perspektiva, shohin ashtu, që ne disa nuk mendojmë që mund të jenë krejt këto beneficione për këtë arsye mirë, po me një farë forme është bon si formë modaliteti, në përgjithësi me shku me shiju jetën jashtë. Me ndru pak. Me ndru ambientin. Mu po më interesan jetesa që është botën këtë fshat, në çfarë forme, me çka mirën, çka punoni.
Deri në vitet e fundit ka qenë bujqësia zhvillume, lektoria. Tashti me shumicën ose ndërtimtaria është pak më shumë ç'është me thonë zhvillume këtu, po. Edhe prej migrimit do të thotë prej gurbetit, njerëz të bojnë prindrit këtu, familjet dhe sa bënd kështu. Po, me që është fshat kaq i bukur, me një peisazh shumë të bukur, a ka të interesuar për shembull që dojnë me orë me bli tokë? Se parafërsisht a mundesh me na dhënë një çmim sa shkon 1 orë, 2 orë kështu me radhë. Toka është shtrenjtë me një fjalë. Toka nuk është e shtrenjtë këtu, edhe me një farë forme ka rojë interesimi për me ble tokë apo edhe për me shi tokë. Vetëm migrimi që është, si me thonë, si arsye për me lëvizjen mirë, po edhe njerëz lëvizin prej fshatit në afër qytetit, për shembull qytetin Malishev dalin, Prizren, Suare, ka mjaftueshëm ç'mendon. Ku jetoni këtu? Po. Po ne si arsimtar në shkollë. Që ma përmend në shkollë, unë veç lëvizjen e nxënësave që e pash e kuptova nga ajo që këtu ka shkollë. Po më intereson parafërsisht sa nxënësa jeni edhe më simdhënës në atë shkollë. Momentalisht janë dikon 106 nxënësa tash. Dikon numri 26 punëtor arsimor, personelin parcialës. Shkolla është 9 vjeçare e plot. Që nga vitin 1947. Numri ka rrot dukshëm në vitet e fundit, do të sikur në fshatra tjera apo në vende tjera. Edhe çka është më rëndësi gjatë periudhës luftës fundit, për mi 8 muaj ditë kanë qëndruar mbi 100.000 banor këtu. Nga të gjithë vendit edhe nga gjithë Kosova. Kanë gjetë strehim, kanë gjetën mikpritje, edhe realisht e kanë siguruar ekzistencën me drum, me ujin, me bukën, me të gjitha ato. Ndrum, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju, faleminderit shumë. Me të mira, mirupafshim, faleminderit juve. Një fshat të jetë i bukur. Një peisazh shumë të bukur, po duket ashtu fshat i qetë, njerëzit është banori i parë që fola, e ka ashtu një qetësi. Ky zotëria që fola me ta, një bisedë shumë e mirë, më jepi disa informacione sa i përket fshatit. Përshëndetje! A do një mësafir? A mund shma apëvish dritarës? E qka special ka juve në pagarush, asë kërkuj heq dritarja, që shja e mirë dërën tina? S'jam me pagarush, se s'jam i gërisit anë. Po, a je, po mene, që të kom shkim, po. Po dhe, i takon pak soj. Fshatit pagarush, në përgjëtësi. Ma shkortën i gëres, pagarush, gërisi u qaj sa njëna në pagarush. Okej, qa mund është me nga të regu për fshatin pagarush, përveç bukuris që e pas, ka si fshat? Po, tanat mirat i ko, fshat gjelbrus. është fshat i banushëm edhe që shbot jetesa këtë po më interesant. Mirë shumë, nuk ka. Me qa mirën banur të kësaj logje? Po, me tana aktivitetet, qështë, ndërtim, kanë lokale, biznese. Për shambull me punimin e toka, po shë bukur si përfaqe të mëdhe? Shumë pak me toka. Pse? E kanë lonë apo? Si ndolë jashtë për këtë, s'ka kësajt pak. O dhe qëta shkajnë me kësajt e? Cili shtet i ka morë mas shumë të banur të kësaj logje? Italia. Italia me Gadana, që shte me Gazan? Me Gazan, mirë shumë. Njihni me zvete me krejt këta? Me krejt, me 80% po. Po me interesojnë raportet që keni me zvete? Shumë mirë, me gjithë. S'kem në diçka, kem posa një biznes atë një lokal, gjithë mështëret i këna postë të ujtë, dhe s'kem posa një të lashë me kërkona së pëngisës, kërgjo. Jenë fëmija e ju? Mashallah, a i tu i qënë shkolla ku piqen? Ja, vishin a i ki qitë me shëtit? E dugle me morë, po. A një ndërëm së për ju pengoj ma shumë, falem Ju përshëndes, ka lërë shimije. Gjithashtu, në pafshim. Vazhdojmë tutje. është banori dytë që unë dalë dhe bisedoj me mu.
po duken njerëz të mirë, njerëz të qetë, pozitiva, një fshat të jetë interesant edhe shumë i madh. Fshati Pagarush e ka edhe shkollën, jemi pranë shkollës. Si që tha dhe vetë mësimdhënësi ma herët krejt në fillim të emisionit, e tregoj që numri ka ra duk shumë i nxëncav, por kjo nuk po ndodh vetëm këtë fshat. Unë personalisht po mbjem me i vizitu çdo fshat, njëjtat fjalë do t'i marr prej secilit prej banorëve që numri i nxëncav çdo ditë është në rënje e sipër. Kjo ndodh normalisht kur familjarë zhvendosen prej fshatit, edhe fëmija me ta po dihet, kështu që shkolla çdo ditë në rënje. Objekti gjendet me një pozicion gjeografik shumë të bukur. E shifni, mos dalun, Tani po thoni jo Dorontina, s'na tregoj drejt. Sytë e mi nuk rrejnë, as edhe një herë. Fshati shumë i bukur, po thonë që është edhe i banushëm, normalisht një pjesë edhe e kalon, mirë po në përgjithësi është i banushëm. Edhe gjatë kohës, kështu sa e kalon në këtë rrugtimin, e që nxoncat i pas kanë dangerous. Përshëndetje! O knaqen krejt, po ma kujton. Shifne. Krejt një shkollë kum qunë kom. A një të e po? Përshëndetje! Me mujtë mja u gjetë baba ta nona të në këtyne me bisedu. A, jam të e po një zotri. E sheni me shtemi publiku, unë e kam edhe prej më të voglit, e deri në atë zotrin që e kom për boll, e po du me shku me përshëndetje, se nuk muj me kalu, pa ja dhonë dorë një përshëndetje, kur jo, edhe mi ndihmu, e sheni në këtë mush, dhe thot është të punu, po e paska në ren, e në vi gjithë shka, normalisht senet e mira valla nuk vinë të nejtë, po vetëm prej punës. Punat e ditë që të shohëm pak e zdritë, jo këtë ka thona e më froshtri, a mune me një kësajte. Qizmet, veç pak se ke shkartuna, që mi qizmet që zbesoni deri ngujnë kam, ju më siguru mirë. Puna marë! A dëni mësafir? O, mirë si ju gjejmë. Veç pak. Hajde. Ta kum shkel krejt. O, i shkele po pse shakolide. Qëshje? A je mirë, unë jam Dorontina. Kush jeni ju? Unë jam Brahimi Hamitit Nuhës. Nuhës, a? Po. Zoti ju rujt, sovjetiki. 75 që tash i mushi. Edhe një javë. Apo më unë jam gazetare. Pa gazetore, Pa e po. As po më Vado, jo. Unë i vizitoj krejt fshatrat në Kosovë. Po. Ju shkoj në për shtëpia, flas me ta, bëj mohabet. Mirë bëllë. Qëshje? Vado, një fare, ndeksh pas, a ju më do vjetë po. Po i mbo do vjetë me shati këtë. Po, ka pak pashpurdi, ka pak pashpurdi. Po shpurt ka pak, a? Po. Valla pa shpurt nuk bën hiç. Sa të gjallë njëri ka pak duhet. Normalisht. Duhet. Indrum, po më intereson Po. ç'është është jetesa në këtë fshatin e ju. Edhe me që e ki një mosh tash, a ma mirë sa e koni i ri, apo të pëlqen sot? Filloj me Roshi. Jo, ta shumë ma mirë për kushterë ma të mira, për ma mira ku unë atëherë. Për shumë që ka pos mira atëherë. Ka pos Apo ulem mirë, për dikom veç 2 minuta? dashninja Apo ku ma ulem shtu? modhe. Jo, e shohole. Jo, s'do më ndërprej punën. Jo. Jo, ma vë ndërprej së të gole, po që të bukur gjo. Unë kur nuk kom prashit, a? Apo Po. me prashit pak vishtë Po shok. bën ma qërë Apo di, bërë. ama on mikrofon. Hajt. Jo që peshtin gjep. Po tani s'djali. A bërë me lonë të shtë? Hajde. Hajde, Bismillah. që që këtë bregit. Ku të bregut, qëto, a? O, edhe shiu ja ka fillu, a një ma thu? Edhe shiu ja ka fillu se unë jëm veç e bereqetshme. A me shenot?
Shë? Për gjithë ata që jenë të interesuar për punëtor, mund na kontaktojnë në numrat tonë të telefonit. Vallohin, po kush se ko? Mira. Që se ka me pas bërë qatë shumë ose... Nështë e marrë mikrofonin. E që ki të më tregu i ndërum, se po më duke si me të pas gjësh. Unë i plesht i du shumë dhe kam respekt. Oj, Po. jem do të shumë shti, kur jo mu, shli shtrokat. Ke të më tregu që Po. atëhere ma mirë, po tash kushtet jenë sot ma të mira. Sot më të mira në largë, Po. se paraj 100 vjetë, 70 vjetë unë që di, shvijet janë kohë 200 vjetë. Po. Shka mujt asë një brez me shtu gjanë. Edhe krejt me rasa ku që ka tonë, unë e që di, një ceremidi nuk ka konkun. E tash kushtet janë të mira, së dhe më rënë nesër, si pëlqenë, ba të du me më uqijet. Po, janë ndra modeli. Po, vendrën. Fshati shumë i bukur, a u konë gjithë kështë? Unë është hera parë që vinë këtë fshatin e ju. Këtë fshat, tash kisha me posë, ba të thejt, shumë pak tukë dhe liga kun, po, kanë punu për para. Po i kemë shku rrëthorës, e sot me për thera do të më shku, do të me pa dishka. Shumë bukur po duket, edhe pse e kanë lënë fshatin, kretë në vi po duket. Jo, vi, po krejt është batal. Po plaku, kur nuk knoqe, dy qështë gjithë ka qef, halo ma mirë. Po tuka që do mësh, qo për tuke, ma për tuke. I ndërum, është shtëpia jote kjo? Po, Sa antar të familjes jeni? jemi Me kom po jeton? 18, Opa, mashallah, Po. 18. Me sot jemi jetu jetu? me 4. Po, edhe jenë të martum, kanë Edhe fëmijë. në të matrim, kanë thmi, edhe gruën e kam, edhe qështu 18 andorë krejt jemi. Do thot ju pak a shumë për jetëshit jetën si atëherën, bashkallak. Po, Mhm. të rallën, bile shumë të rallë, tash ka të gjemë me nej bashkë, pa ku problem të më thonë. A pengujnë babën ma shumë, a baba djemt? Vëllohi unë nuk jo frishi fort, po edhe më ngujnë, ka herë në veshin. Po, normal. Tërë da punë veshin, më lojnë ti hen morë, të një pashtë, o që në romi venë. Ndrum, zoti ta dhosh netën. Tonë me shala. E jetë gjatë, e ishte shumë knatësi që të njufta. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë juve. Na falë nëse ta pengun pak procesin e Oh, punës. Shivi tash janë shoj, tash me ljonë dhe, pa hinë pak në mjoj që të. Hajde, miro pafshim. Faleminderit shumë. Miqtë e mi, faleminderit. Filloj me rashi. E po të mi keshti, ta shkamër. A i në rëtë. E pse ma i ke shpuzën, shpuzën për prej shirë. Shpuza. Këshka e thej kryt. Iku ogja. Na e vazhdojmë edhe për pak qaste rrugtimin ton. E përshëndesum përzemërsisht Ogjën edhe familjen e tij. Nuk po ta rastin me i po djemt, nuset, se kisha pas dëshirë edhe me ta me bisedu, për shkak që nuk pas në ndëgju bukur moci që ende jetojnë deri në 18 antar në një familje. Edhe kur e pyeta se si është jetesa, si më bashkallak të një here, vetë faktën e veç e disha përgjigjen, vetë faktën se jetojnë ata 18 antar të familjes, po dihet që normalisht është jetë e mirë. Vesh një pyetje, përshëndetje. Përshëndetje. Si je? A je mirë? S'ka dert, mu nuk më nala as shio as bora. A je mërgjimtor?
Se di pse ashtu e pa ta përshtypje. Qysh je, a je mirë? Përshëndetje, a je mirë? Qysh jeni krejt rahat? Ç'po kaloni? Hajde 2 fjalë për fshatin. Ka e veçan fshatin Pagarush edhe çka i mungon fshatit Pagarush? Fshatin Pagarush se Isha për na vetë edhe pak se për mikrofon po e kam pak problem. Dritoren. çka e veçore. Çka e Çka e veçan? Për çka? Përveç pamjes të bukur. Natyra bukur, gjithçka është mirë këtu. Njerëzit, sa mi kprit sa jeni. Pritsa shumë e kena dëshmuar në kohë të luftës. Po. Qysh e ke dëshmuar në kohë të luftës, po më intereson. Po më së këti, në që fshatën tonë kanë rreth 100.000 banorë të rrethit. Që jenë ardhe dhe jenë Po, strehu në këtë. Jenë strehu këto, po. Shumë mirë. Edhe- Ti çka që i mungon? Po i mungon infrastruktura ka pak, ka nevojë për investime ka pak kështu. Se është edhe turashi, e mos që pengoj si ju lok shiu. Me të mira, Me të mira, po. zoj mirë pofshim, faleminderit shumë. Respekt. Oj, Dorontin të lok shiu ty se ai në atë në makinë. E keni parasysh Dorontinën tash veç e njihni për këto lapsuzat e vogla që i lëshon me qëllim. Normalisht emisioni e dën pak me kon ashtu fani, që shpothojnë këta trit fani. Qesharak, është një bukur shi i madh të ro, mirë po neve nuk na ndol shiu as burr, as vetim, as veç i lumi Zot mundet më mnol. A e bëjmë një shkëputje? Qysh më ka tha fyti? I ndërum përshëndetje. Hajde ma gjallë, se s'po të një. Po dhe mund qitë, A je mirë? Po dhe mund qitë në fata. Hajde një fatë bashkë. Qysh je? A je mirë? Familja? Mirë. Qysh po kaloni? Hajde pije një sa. Po vallai kësë me diçka me pi, po e? Unë kom dalë, jëm gazetare, nga Mediumi Shqiptar Sekret, kom dalë në fshatin e ju, Po dhe ush. po, me pa jetesen, kushtet, sa është i banushëm, çka e veçon këtë fshat. Se unë realisht nuk është që kam dieni shumë për këtë fshat, po çam këshe tregu ti diçka që unë nuk di. Qa më të ka Edhe për krejt publikun. Për krejt publikën të ka një fshat që ka moj shumë njerës, këtë luftës, e që s'gje kush me vizitu. Qa më të thonë këtë e gjë. Po më intereson ata njerëz cilët jenë strehun këtë fshat, a kanë qenë të rrethit apo kanë qenë edhe më të lorë? Po, kanë qenë më të lartë, ka pas Mitrovic, ka pas Apo a? Skënderaj, ka pas prej Kamush, I keni strehu? ka pas komunës, Prizrenit, Nena. Po. A i keni strehu në për shtëpitë e juve apo e keni pas një vend adekuat, kështu që e keni bon ta më për Në për strehu? shpije, shka në kanë zonë shpije, shka s'në kanë zonë, i kanë qitë në fush. Po më intereson për sa kohë keni jetu, keni qëndru ashtu? Nuk e që në zdi me fush, para ka mjerës, kërë gjëmë për bile shëme. S'ka dert, veç për fshatin. Po më intereson, a ka diçka që i mungon fshatit? Për me pas ka plët, rrugë, i kemë gjysa, veç rrugën kryesore kanë kry, të tjerat në për fshatë që jenë mranës. Sa e bënë në rrugtimin tonë deri me tash ke gjithçka nivel, me rrugë, me pamje, me... Po rrugisat në për lagjë jenë të pashtrume me kërka. Ka rrugis shtrume në për fshatë. Për shembull, ata cilët nuk kanë ndonjë profesion, a mirën me punimin e tokave apo çu shëmbojnë familje? Jo, dhe s'ka tokën që për në kërkush. Po, Kërkush s'ka, unë pazotari kom jedhë. Janë që të përri, jo jam në rënë kënë herë. Ku kam nëj punë, nëj tekë, nëj dashëm, nëj përhajsh është o, në dalë, jo ja rënë që të më rënë. Në s'ke më sunë as dilë. Në gjese e në metë që të edhe jem derë shkollës, duhet tash edhe puna në zonë, përveç në Nxonca, a vinë edhe familje kështu që furnizohen? vinë. Po i mojë bukur do sene kështu. Komplet shati vjetë, do se unë shtë dhe një që një, Po. a i se di hazara një para, nuk e di, i ka vlazit jashtë. Sa me ja dolë dyqysh po? Dhe që shumë të thonë në këtu, nuk është përfitim që rri, se në kumë punu në ndërtin të rri. E tash kom metë që të, zeta zgjidhje tjetër për veti. Me
punuan e ismoj, kështu që të dohonin penzire tamin, jem Vesjolipi për dohon. Ndrum, na Pini kaj kafe misit. falenderojmë. Me që është ro shi, na dha ashtu, nuk është që mundemi me bo naj levizje për me vazhdu drejt fshatit, kështu që e pranojmë. Edhe e bojmë një shkeputje me qëtemi për të u rikthy me pastaj. Urojmë gjithë mirat. Dhe të atë juve, kaloshi mirë, si jo ma mirë. Faleminderit shumë për pritjen e kaloshi mirë. mirë. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Falenderojmë zotëriun për zëmërsisht, i cili na priti shumë mirë, e bën një muhabet të mirë aty brenda në mini marketin e tij, na shërbeu edhe me kafe, do thotë kishte edhe aparatin. Këto që po du me tregu, na tregojnë në privatësi për shkak se donte me u tregu ma modest, kishte raste që ju jep kafe edhe falas. Dëgjoni vetimin sa shumë e dua dhe më pëlqen me punu në vetim, në shi, po m'bjen ai tel këtu në kry. Gjithsesi na e vazhdojmë rrugtimin ton, tash fshati Pagarush me qera pak pika shiu e ka marrë një pamje tjetër. Fokus, lutem. Pagarush, bre. Një fshat shumë i bukur, nuk e keni idenë çfarë ajri, vallat, kënoqa krejtë mu shkrit mu kanë rrit. Përshëndetje i nderuar. A dala ton? A mjafton qyshi. A je mirë? Jam Dorontina, jam gazetare nga Mediumi Shqiptar Sekret, kom dalën këtë fshatin e ju me më tregu jetesën që e bëni sa fshat i banueshëm, edhe çka e karakterizon fshatin Pagarush. Fshatin Pagarush e karakterizon e autobusin e Nexhmijës poshtë aty, e Bilbili i Kosovës. Pastaj kemi edhe disa dëshmuar këtu, kanë anë për lirinë e Kosovës. Për ndryshe, kohët e fundit popullata është vendosur në vendet në qendra, ka rënë numri i popullsisë. Me bujqësi mi morë devën, po tash përshini që edhe nuk mirën fort njerëz me bujqësi, të rinë ka një kur ka ndalur jashtë. Po më interesante pjesa e bujqësisë, pse nuk mirën tash ma shumë? Nuk kanë lavërdikje puna po çka? S'ka lavërdisë sepse po ta llogarisin sa shpenzojnë për me punu tokën, me lehtë e blejnë mielin nga gatshëm për atë arsye. Shteti duhet të ofroj subvencione, plera, sikur ma herët që ka qenë, por tash nuk ofrojnë edhe kanë mbetur kështu dhe s'ka dhe rini. Do thotë, të them ashtu një lloj pengese është edhe jo mbështetja e komunës, e shtetit në përgjithësi. Patjetër që ashtu është, sepse me llogarit s'ki llogari me mbjell, me punu, sepse ti e blen mielin më shumë me ato aparat gatshëm, s'ki nevojë me punu, e blen se hynë nga vendet tjera. Tash ato janë politikat e shtetit i cili duhet të rregulloj këto gjëra. Me qitë më shumë tarifa mallrave të huaja, me subvencionu miell, po mendoj derivate, plera, kështu me radhë. Kjo është problemi. Ma merr mendja mua tash nuk e di. E që nga ajo çka unë arrita me kuptu, do thotë familjet i mbonin kryesisht me puna jashtë këtij fshati. Me gërbexhi kryesisht. Ti kemi. Mërgjimtar gjithmonë. Numër 1 on top jena ashtu. Tash ka dole këngë bre. I ndrum, nuk u jo marku më shumë, faleminderit shumë. Mirupafshim. Faleminderit shumë e të mira. Sa mbohet qefi kur banorët e çdo fshati nuk ja hupin mundin mërgjimtarve. Në fund të ditës mendoj që ashtu shtylla, baza, bazamenti është mërgata e madhe, cilë ti përshëndes pa fund.
Me se mi thëmë drejten, me të marrë rrugën për këtë fshatin Pagarush, e kom pas një bindje pakës më ndryshe, me që është fshat bukur i madh, i kom pas atë bindjen që kom e taku ma shumë banor, por me gjithate edhe ata pak banor që ka unë arrita me i taku, i falenderoj për zemërsisht gjithë se cilin cilët e ndonë kohën me neve edhe nuk hezitun me nga tregu sa i përket fshatit. Unë zgjodha qëllimisht këtë pomje prapa vetës me pas një pomje madhështore, ka që bukur si kjo, edhe t'ju uroj gjithat mirat, ne do të qihemi përsëri e deri në takimin ton të radhës. Mirëmbëçi!